Në prag të sezonit veror, tregu imobiliar në Vlorë pëson ndryshime. Spartak Tozaj, administratori një prej agjencive imobiliare në qytet, thotë se kërkesat për prona janë të larta, ku mbi zotrojnë italianët, ukrainasit dhe amerikanët. Në tregun imobiliar kanë ndikuar investimet e kryera në Vlorë vitet e fundit, teksa Tozaj thotë se në treg pronat janë të pakta. Blerësit sipas tij kërkojnë kryesisht apartamente premium në lungomare, skel, por dhe në zonën e radhimës. Aktualisht gjendja është aktive, kërkesat janë të larta si nga vedasi dhe emigrant, po dhe nga tuhojt. Kemi parë kohët e fundit, 2-3 vitet e fundit, ka një kërkesë të madhe si nga amerikanët, italianët, po dhe ukrainësit që vinë si pasojë e luftës. Janë disa faktorë. Është dhe infrastruktura e zhvilluar nga shteti, edhe ajo ndikon, është mungesa e ofertës, nuk ka shumë prona në treg, edhe të huajt, pse jo, dëshirojnë një pronë të në Vlorë, nuk kemi largë, kemi det, kemi të gjitha. Apartamente premium në zonën lungomare, skel, radhima, por në gjithë qytetin e Vlorës. Duhet të pyesë edhe diçka, kjo kërkesë në rritje, ka ndikuar në rritjen e çmimeve ndoshta? Po patjetër, kjo ndikon shumë. Duke qenë se oferta është e kufizuar, kërkesa është e lartë dhe çmimi kërcet. Domethënë, duke qenë se oferta është e lartë, janë ngritur patjetër. Kjo kërkesë e lartë ka bërë që sipas Tozaj të rritet çmimi i pronës. Në lungomare sipas Tozaj, 1 metër katror shkon deri në 3.500 euro, ndërsa në brendësi të qytetit deri në 1.500 euro. Sipas Tozaj, ndikimi në rritjen e kërkesës së pronave e ka si shkak edhe ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Në rritje sipas tij janë dhe qirat e banesave që shkojnë nga 300 deri në 700 euro. Vendin e parë e mban lungomarja si gjithmonë, skela, por dhe jo nufra dhe radhima, ato janë bërë të kërkuarat si pasojë e investimeve, po bëhet dhe marina e Orikumit dhe aty ka një kërkesë të lartë. Dhe aeroporti ka pritshmëri të larta nga vendas dhe të huajt, sepse edhe një huaj për një orë e pak është në vendin e tij dhe ndodhet në Vlorë një kohësisht, domethënë për një orë e gjysmë është në Vlorë. Dhe patjetër ka pritshmëri dhe aeroporti. Lungomare filloi nga 1.500 me pamje nga mali deri në 3.000-3.500 me pamje nga deti, të mobiluara me certifikat. Ndërsa qyteti nga 800 deri në 1.500 në varësi të apartamentit vjetër apo i ri, edhe zona. Tregu imobiliar në Vim si pritet të marrë një tjetër shtys ndikuar nga një sër projektesh që pritet të përfundojnë në Vlorë. E përpasoj, ekspertët imobiliar parashikojnë një tjetër rritje të çmimeve, si të pronave ashtu dhe të qirave të apartamenteve apo njësive të biznesit.